Një kandidat për president në Kolumbi u qëllua me armë teksa bënte fushat në kryeqytetin e vendit Bogota. Miguel Uribe Turbay, 39 vjeç, mori 3 plumba ku 2 e goditën në kokë, teksa po i drejtohej një turme të vogël mbështetësish në një park të shtunën. Policia arrestoi një 15 vjeçar në ngjarje, njoftuan mediat lokale. Bashortja e Uribe, Maria Claudia Tarazona, i bëri thirrje kombi që të lutej për mbijetesën e tij. Miguel aktualisht është në gjendje të rëndë për jetën, dhe t'i kërkojmë Zotit që t'i drejtoj duart e mjekëve që po e trajtojnë bashortin tim, tha ajo. Partia Centro Democratico e Uribes dënoi sulmin duke thënë se kjo ngjarje rrezikonte demokracinë dhe lirinë në Kolumbi. Pamjet e regjistruara me telefon të shpërndara në internet tregojnë momentin kur ai u qellua në kokë, duke bërë që mbështetësit e tij të largoheshin në panik. Mjekët thanë se ai ishte qelluar në gjuhë dhe 2 herë në kokë, raportoi agjencia e lajmeve AFP. Ai u transportua me avion në klinikën Santa Fe. Qeveria e presidentit të krahut të Majt, Gustavo Petro, e dënoi sulmin si një akt dhune jo vetëm kundër personit, por edhe kundër demokracisë. 39 vjeçari vjen nga një familje e njohur politike në Kolumbi me lidhje me Partinë Liberale të vendit. Babai i tij ishte një drejtues sindikatash dhe biznesmen, ndërsa ëma ishte Diana Turbay, një gazetare e cila u vra në vitin 1991 në një përpjekje shpëtimi, pasi ishte rrëmbyer nga karteli i drogës Medellin i drejtuar në atë kohë nga Pablo Escobar.